është pyetur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, çka i çon njerëzit më shumë në xhenet? Cila është arsyeja më e shpeshtë, më e madhe, më e fuqishme e fitimit të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, taqwallahi wa husnul khuluq. Më shumë ti që fitojnë njerëzit xhenetin është devotshmëria e tyre ndaj Allahut edhe morali i mirë, edhe sjellja e mirë. Saktësisht, ky hadith e jep një domethënie që sikur feja është dy pjesë të mëdha, ose feja mbahet në dy anë të peshorës. Saktësisht, domethënë peshohet me dy anët e saj. Edhe do e mos lypset me pasën një ekuilibrim ndërmjet përkushtimit të ndaj Zotit edhe ndërmjet korrektësisë sënde në raport domethënë me njerëz. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam njëri pas ka thënë, ittaqillaha haythuma kunt. Je i devotshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala kudo që je, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Edhe ndiqe kur ta bësh një gabim, ndiqe atë me një vepër të mirë që e fshin atë, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, edhe me njerëzit sillu me një sjellje të mirë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fillimisht e nis porosinë e tij ndaj këtij sahabiu, pikërisht duke e këshilluar për të qenë i përkushtuar ndaj Zotit, pastaj duke qenë korrekt domethënë me njerëzit për ta treguar që feja nuk është domethënë një izolim përbrenda vetvetes, edhe një mbyllje në botën shpirtërore.